1 qershor. Bara e profetit. Profecia që pati në vegim profeti Habakuku. Habakuku 1:1. Rëndësia e profetëve të vërtet nuk u gjet kurrë në atë se kush ishin ata, por në mesazhin që shpallën. Kështu duhet të jetë edhe për ne. Merrni për shembull Habakukun. Nuk kemi pothuaj asnjë të dhënë biografike për të. Gjithçka që dim për të rrjedh nga libri i profecisë që mban emrin e tij dhe që na tregon shumë pak. Habakukun nuk mund ta gjesh askund tjetër në beslidhjen e vjetër. Megjithatë, kjo heshtje është domethënëse. Kredencialet e Habakukut duhet të gjendeshin të rësisht në thirrjen e tij. Të njëjtin këndvështrim e ndeshim në të gjitha shkrimet profetike biblike. Për disa profet dim më shumë se për të tjerët, por edhe gjërat që dim nuk janë domethënëse apo bindëse. Për shembull, përpara se Perëndia të vinte dorën e tij mbi Amosin, ai ishte thjesht një bari dhe rriste fiq. Amosi 7:14. Në mënyrë të ngjashme, kur Gjon Pagzorit ju kërkua me ngulm informacion se kush ishte, ai dëshmoi duke thënë: "Unë jam një zë që klith në shkreti. Unë jam një dritë që po ndriçon për pak kohë, por Jezusi është drita e botës. Unë jam një gisht që tregon drejt Krishtit. Ai duhet të rritet, ndërsa unë të zvoglohem." Shihi Gjoni 1:23, 5:35 dhe 3:30. Në këtë varg hyrës të Habakukut, fjala për orakull ose profeci ndonjëherë përkthehet si barë. Cila ishte bara? Ishte bara që ndjente profeti kur i shihte gjërat sipas mbretësisë që i kishte dhënë Perëndia. Kur i shihte rrethana që të tjerët i kishin parë, por nuk i kishin kuptuar, dhe kur sillte urtësinë dhe planet e Perëndisë që ato të kishin ndikim mbi ata që i dëgjonin. Pavarësisht nga preokupimet tona moderne për personalitetet dhe kredencialet, në predikimin, mësimdhënien dhe përhapjen e Ungjillit, fokusi kryesor duhet të jetë gjithmonë te mesazhi. Në fund, çdo predikim i shpallur, çdo mësim i dhënë dhe çdo bisedë për Ungjillin thahet si bari. Vlera e tyre gjendet vetëm në faktin se sa thellë zëvendë e vërteta e pagabueshme dhe besueshmëria e fjalës së Perëndisë në shpirtin e dëgjuesit. Siç shkruan edhe David Wellsi, predikimi dhe çdo formë komunikimi të së vërtetës së Perëndisë, bazuar mbi fjalën e Perëndisë, nuk është një bisedë, një dialog për disa ide interesante. Jo, këtu po flet Perëndia. Ai flet përmes buzëve belbësuese të predikuesit kur mendja e tij është në tekstin e shkrimit dhe zemra e tij është në praninë e Perëndisë. Pavarësisht nëse jemi thirrur për të predikuar, për të dhënë mësim ose për të folur për fjalën e Perëndisë me një fqinj, këtu gjejmë një mësim të rëndësishëm. Në thelb të qenies son duhet të ketë përulësi të vërtetë, e cila vjen nga të kuptuarit e natyrës bindëse të thirrjes së Perëndisë në jetën tonë. Megjithatë, duhet të ketë edhe entuziazëm në lidhje me të, sepse ç'gjëje tjetër do t'ja jepnim jetën tonë, përveç se këtij mesazhi që është shumë më i madh se ne, efektet e të cilit në jetën e të tjerëve do të zgjasin përjetësisht? Sot, mos u shqetësoni shumë për zotësitë dhe aftësitë e lajmëtarit. Përkundrazi, shqetësimi juaj le të jetë përcjellja e mesazhit në çfarëdo lloj mënyre dhe me çdo që jeni thirrur për ta bërë këtë.